Përshëndetje të gjithëve. Sot kam zgjedhur të ndaj me ju një recetë që për mua ka vlerë shpirtërore. Është një tavë me patate që nëna ime përgatiste shpesh kur ishim fëmijë. Edhe pse është një gatim i thjeshtë dhe ekonomik, sekreti i saj qëndron tek mënyra e pjekjes dhe qumshti që e bën kremoze si asgjë tjetër. Le të fillojmë nga puna. Këtu kam 1 kg e gjysmë me patate. I presim patatet në formën që ne dëshirojmë dhe më pas i vendosim në tavë. Unë zakonisht prerjen e patateve e bëj në këtë mënyrë. I vendosim patatet në tavë, vazhdoj me pjesën tjetër të patateve. I shtojmë pak krip, i grim piper të zi. Shtojmë këtë miksin e erëzave. Pak spec të kuq për t'i dhënë një ngjyrë. Dhe në fund fare vaj ulliri. Më pëlqen t'i masazhoj me duar ushqimet, ndaj dhe përzierjen e patateve e bëj me dorë. I pjekim për 20 minuta në 200 gradë me kapak. Në këtë mënyrë patatet zbuten. Kaq mund ta përgatis recetën pa u ngritur reua nga gjumi. Reua tashmë është zgjuar dhe po vazhdon gatimin me nënën. Në një tas shtojmë 3 vezë. Edhe reo që po pëlqen gjizën që ka nxjerrë nëna. I shtojmë pak krip, pak se gjysmë luke me krip, pasi krip patën edhe patatet, por krip do ketë edhe djathi që do e mbulojmë në fund. I shtojmë 2-3 lugë të gjellës me vaj ulliri, grim piper të zi, shtojmë këtë miksin e erëzave, edhe reo po i shton pak. I bëjmë një përzierje të mirë. Vazhdojmë të shtojmë 1 gotë e gjysmë me qumësht. Dhe në fund fare do t'i shtojmë 3-4 lugë të gjellës me gjizë. I bëjmë një përzierje të mirë. Edhe patatet janë pjekur për 20 minuta dhe shikoni janë zbutur. Në këtë moment i shtojmë salsën e përgatitur dhe sigurisht do ta rikthejmë në furrë edhe 20 minuta të tjera. E kam thënë dhe në recetat e tjera, pikja gjithmonë varet nga furra juaj. Unë zakonisht e përdor në 200-220 gradë. Pasi e kemi pjekur për 20 minuta, e nxjerrim nga furra, i shtojmë pak djath parmigiano sipër ose kaçkavall, çfarë djathi që keni ju në shtëpi që shkrin, dhe rikthejmë në furrë derisa të shkrijë djathi, diku tek 10 minuta. Dhe ja tava jon me patate është gati. Shihni sa bukur është skuqur djathi dhe sa e butë ka dalë nga brenda fal qumshtit dhe gjizës. Kjo është prova që shija më e mirë shpesh fshihet në receta të thjeshta të traditës sonë. Me dashuri nga kuzhina ime.